Allah është shpërblet të ndërrohet për ligjëratën dhe për këshillat shembullore që na dhe. Po që ndërruar, i kemi disa pyetje që na kanë ardhur. Pyetja e parë, Selamu alejkum o që ndërruar, kam një pyetje rreth ditës së Kiametit. Në disa ligjërata kam dëgjuar se tek ura Siratit, kur besimtarët do të kalojnë, pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe Ibrahimi alayhis salam do të na presin ose do të ndërvesojnë për ne. A ekziston ndonjë hadith i saktë që tregon se ku saktësisht do të jenë pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe Ibrahimi alayhis salam gjatë kalimit të Siratit, Allahu i shpërblet. Allahu i shpërblet pyetjen. Në realitet, këtë që pyetën, po mund të mëshë dhe të për pyetje, nuk di unë personalisht që të ketë një hadith specifikisht për të figurën e Siratit, e ka pyet Aisha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith që kur e harron bashkotën baba prindri ca momente dhe për momenteve që është përmend ki moment kalim mbi urën e Siratit me vjen e saj. Të çfarë lajmen edhe e di që musliman gjymtyrët që marrin abdesin të dynjan do të jenë shenjë për me kalu këtë urë, edhe pse nuk kalohet kjo urë vetëm se me mështinë Allahu xhelel xhelalu dhe me shpëtimin e tij. Në këtë të Allahu xhelel xhelalu ju me të ranë mu'minin e mu'minat yas'anu rubina idhim bi imani. Ditën që të shikojsh besimtarët dhe besimtarët se si ditë drita të tyre që kanë marrë si shkaqe i ibadetit adhurimit Allahut të dynjave i sabin e idhim bi imanihim e kanë shpara tyre dhe në djatën tyre. Edhe kur kalojnë urën e Siratit ka qashtu Allahu xhelel xhelalu dhe gjendjen e munafikëve. يوم يقول المنافقون المنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ditën kur thonë munafik dhe munafike besimtarëve انظرونا نقتبس من نوركم na shikoni ne pra kur vazhdojsh njeriu kur vazhdon një udhim me kalon një urë ecën përpara munafik dhe munafikët të dinë urën e Siratit me pretendimin që hajt po ndriçoni nga ura e besimtarëve dhe besimtarëve e sa dinë aty voltën mashtru këtë janë që është në pura që është nga bombo e kanë shtizu, kanë mashtru, kanë prur gropa, kanë hapin ndeqe për musliman, kanë vra, kanë përtjeri lajë me bombo në këtë dënja, ati e s'kamo. Ditën kur thonë munafik dhe munafikët për besimtarëve, unë dhurune në këtë bizminuri unë. Në shikoni theni pa kokën hapë që të majnë për i dritë dhe studjet kalën. Qile rgji'u vërajakum, vjetë përgjigje nga Allahu, këthehu një nga erdë. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فكاين هي الدنيا يعني سنشير مع الله سبحانه وتعالى مدينة المسلمان pratikoni dinin Allah xhelel xhelalu merrni prej nuri për shkak të adhurimit të Allah xhelel xhelalu pastaj s'ka më wahile bene nas u kri ata s'kan mund t'i asmu këthi më dunja as me marrë me dritë të muslimanëve atë dëshoj prandaj mos ta bëj Allahu për të dëshuarve sepse në vërtet dëshimi në ahiret nuk ka mos zgjidhje. Nuk ka mosgjidhje, prandaj Allahu na shtof urën e Siratit, mu dhe gjithë pranishmit, nuk këtë me shirë dhe gjithë muslimanë dhe muslimane. Allahu alem o alem për të.